الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديد falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falënderojmë, për t'i falë dhe udhëzime kërkojmë, salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi më të mirin pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij të mirë, të pastër, të ndershme, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të rregullta në ditët e hana, ku jemi me shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala. Kemi ngelur tek surja Ali Imran, tek ajeti 139 dhe kemi përfunduar këtë ajet për të vazhduar ajetin 140. Mirë, po në ligjëratën e fundit të tefsiri i këtij ajetit u ndalëm që ta bëll një lloj ndërprerje për t'i kujtuar edhe qëllimet e këtij vargu të ligjëratave, dhe ajo është se ne nuk synojmë që të bëjmë shpjegime akademike, shkencore, elaborime të detalizuara për të formuluar ndonjë lloj tefsiri apo për të arrit cilësinë e librave në gjuhën shqipe e kështu me radhë. Jo. Qëllimi pi fillim ka qenë që ne të jetojmë me Kur'an, ta madhrojmë Kur'anin, ta duam Kur'anin, të shpëtojmë dhe të udhëzohemi me këtë Kur'an. Andaj edhe u ndalëm në ligjëratën e fundit të tefsirit me disa prej testimeve dhe disa prej kritereve se a jemi në rrugën e përfitimit të duhur të Kur'anit. Pra a jemi në atë çka e don Allahu subhanahu wa taala prej neve. Qase qëllimi nuk është me marrë sa më shumë ajete. Ajetet ka mundësina, ne mund të bëjmë tefsir surën Al-Baqara, surën Ali Imran, ndoshta mrena 2-3 ditëve apo mrena një javë. Mirë, po qëllimi nuk është kjo. Qëllimi është që të ndahet një pjesë e kohës me disa prej ajeteve të Zotit te bareke ve teala, të jetohen germat, të jetohen manat, të jetohen kuptime dhe të udhëzohemi me to. Dhe këto udhëzime pastaj të zbatohen në jetën tona. Por të kemi një lloj raporti të ndërveprimit njëri tjetrit. Pra ai t'jep edhe ti merr prej tina. Kjo është qëllimi prej tefsirit të Kur'anit. Në këtë varg kriterësh tham se duhet t'ja bëjmë pyetjen vetvetes se a jemi duke përfituar prej Kur'anit apo jo. I bëm 10 pyetje dhe tham se i kemi 7 kritere me të cilat ne do të kemi mundësi që ta testojmë vetveten se a jemi duke përfituar prej Kur'anit, a jemi duke reflektuar kuptimin e drejtë të Kur'anit, pasi që e kemi marrë të drejtë. Tham se i kemi 7 kritere. Kriteri parë dhe dytë i morëm, na kanë ngel edhe 5 kritere që ta shohim se a jemi në rrugën e duhur të mësimit të librit të Allahut subhanahu wa taala. Kriteri parë cili ishte? Kriteri parë ishte hal tatagayyaru inda kulli aya. Në çdo ajet kur ti e lexon, apo ndryshon ti apo jo? Dhe e shpjeguam në detaj. Pra a je duke ndryshuar në raport me atë që je duke lexuar prej fjalëve të Allahut subhanahu wa taala, apo është duke kalu vetëm se një varg ajetësh? Lexon njeriu një sure të tërë dhe para dhe pas leximit është i njëjti. Dhe vini re vëllezër, gjithmonë duhet ta bëni këtë test. Kur e lexon një sure dhe para leximit dhe pas leximit, nëse je njësoj, me të njëjta ndjenja, me të njëjtat pozicione, me asnjë lloj ndryshimi, ka një defekt. Defekt, 100% në defekt. Ta është dush me lip defekti, ku defekti? Se s'ka mundësi Kur'ani mos me të ndryshue. E nëse nuk ndryshon problemi, së është e Kur'ani po të ti. Andaj është kriteri i parë, hel të të gajjar, a je duke ndryshu ti leximin që e bën me librin Allahu te bareke ve teala, dhe shpjeguam këta në ligjëratën e kaluar. Kriteri i dytë, cili ishte vëllezër, që ti jesh në rrugën e duhur të përfitimit nga leximi i Kur'anit Allahu subhanahu wa taala, është kriteri i dytë është a je duke e trajtuar dhe duke e lexuar Kur'anin si letër dhe mesazh i ligjëruar për tyje në mënyrë personale, në mënyrë
të drejtuar emër dhe mbi emër, apo je duke e lexuar në forma të ndryshme. Pra njëra prej kritereve që e përcakton a do të përfitosh nga Kur'ani ajo, a je duke e lexuar për veti ajo, në mënyrë personale. Shembull, ti kur e lexosh Kur'anin, ja ju hennas, o ju njerëz, kjo shumës. Çish përfitohet piksajna? Kur ti o ju njerëz thu këshire, ka shumë njerëzi, une piqësaj, o ju njerëz jam une. Kur thoje o ti insan, Kur'ani ka shumë insan, po ti e merr une. Dhe kjo të hap dy derë për me e përmirësua vetën. Kur ta lexosh o ju të cilët keni besuar, kanë besuar shumë. Mirë, po ti e merr për veti, në mënyrë që të ndryshosh dhe të përmirësosh vetveten. Andaj duhet ta lexosh Kur'anin sikur Allahu subhanahu wa taala është duke u drejtuar tek ti me mesazh personal, me adresë të saktë deri tek ti. Tani do të vazhdojmë me kriterin e tretë. Të dy kriteri kemi shpjeguar në ligjëratën e parë, për atë fundit në këtë varg të tefsirit. Cili është kriteri i tretë, vëllezër? Kjo vëllezër është shumë më rëndësishme se sa ndonjëherë vetë shpjegimi i ajetit. Për çfarë arsye, vëllezër? Vini re. Peshorja e saktë mundet ndonjëherë me mat gabim. Ndonjëherë kur e ki peshorën e saktë, mundet ndonjëherë me mat gabim dhe kjo nuk ka problem. Mirë po, nëse e ki peshorën e prisht, edhe me ja qilu në i herë a keq. A e ki qartë? Por shemë vëllezër, njeriu ka mundësi mënyrën se si e sheh botën, ka mundësi të njerë me ja gabue. Mirë po, a i mënyrën e ka të sakt. Andaj edhe pse ka bëndë një herë, regulohet. Nëse mënyrën e ka të gabuar, atëherë edhe me ja qilu në i herë, ai në realitet është gabim. Por këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush e shpjegon Kur'anin me mendjen e vet, le të bëhet hazër për xhenem. Por çfarë arsye? Dhe ka thënë hadith pejgamberi alayhis salam, edhe nëse ja qillon. Edhe nëse për shembull njëri thotë, "Ma merr mendja se kjo ajet e ka çket kuptim." Edhe shkon e vet në mufesir. Thotë çka ajet çysho, edhe ai thotë, edhe Ibn Abbas i ka thënë çështu. Ka thënë pejgamberi sallallahu për këtë njeri, le të bëhet hazër për xhenem. Pse? Se ky edhe pse ja ka qillu, po kanarën e ka të gabum, se ti nuk je për këtë punë. Ti nuk je për këtë punë. Për këtë arsye vëllezër, rregullimi i kriterit, do të flasim me lein Allahu te bareke ve kur do të vim të disa prej ajeteve, do të flasim për rregullimin e kriterit, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam u ka rregulluar shpesh herë muslimanët e kriterin. Jo rastisht për shembull ti e gjen shumë hadithe pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka pyet sahabët, "Çka e llogaritni ju këtë punë?" Ata ka thënë kështu, ajo ka thënë nuk ka kështu. Por shembull ka thënë alayhi salatu wassalam, "Çka e llogaritni ju të dështum, kapitulum?" Ka thënë sahabët, "Ai që ka investuar në tregti edhe ka me 0-0, as pa fitim as pa kapital." Çka ju ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Jo. Ai diçka muflis, ai kapitulluari, i falimentuari, ai i cili vini re, ka investuar në iman edhe s'e ka nxjerr. Qysh, ka shti namaz, ka shti agjërim, ka shti zeqat, ka shti haq, dhe ditën e kiametit janë marrën ato. Ka thënë njënin e ka shah, njënin e ka godit, njënin e ka ofendu, e ka bozullume. Dhe vinë njerëzit dhe ja morin këto të mira. Shikoj, ja ka rregulluar për ose kriteri. Por shembull i ka pyetë ditë për ditëve, "Çka e llogaritni ju njerin e fortë?" Kur ai i fortë, ka thënë ai i cili i mund tjerë, i rrezon. Ka thënë jo. Laysa ash-shadidu bis-sar'a. Nuk ai i fortë ai i cili i mund tjerë. Innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. Ka thënë i fortë ai i cili gjatë nervozës e ma vetën. Ja u ka ndru kriterin komplet. Mos e matni u gjithështu. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam do dhimbë në ajete dhe hadithe se si u ka rregulluar kriterin. E tani shikoj te Kur'ani, duhet me e pas kriterin e qartë. Çush je duke u qas këtij Kur'anit? Sepse nëse e merr me kriter të gabum, edhe nuk ta jap rezultatin, e gabum. Për shembull, vëllezër, nëse njeriu për shembull e shfrytëzon Kur'anin, jo çish ka dorë Zoti me e shfrytëzuar dhe me e konsumuar, atëherë natyrshëm se kanë marrë rezultatet e gabuara. Vini re kriteri i tretë. Hal laka khalwatun usbu'iyatun ma al-mushaf. Kriteri i tretë cili është vëllezër? Me Kur'anin, me mushafin, a ke raport intim, privat
në vazhdimsi gjatë javëve. Pra a ki shoqërim javor me Kur'anin? A ki shoqërim javor me Kur'anin? A lexon Kur'anin kur je vetëm apo lexon vetëm para njerëzve? Kjo është kriteri, kjo është pyetja e parë e këtij kriteri. Për shembull, vëllezër, Kur'ani vëllezër për ta dhënë udhëzimin e duhur e don qetësinë, e don vet. Andaj shpesh Allahu subhanahu wa taala I ka përmend njerëz të cilët lexojnë Kur'anin vet dhe çajin, nëse qetësia kur je në shtëpi vet dhe lexon librin e Allahu subhanahu wa taala, dhe sigurisht ngelesh vetëm ti dhe Zoti jot, edhe lexon fjalën e Atina. Dhe njeriu vëzë sa më shumë që ka zhurma dhe tensione dhe muhabete kështu me radhë, s'ka mundësi me përfitua prej, s'ka mundësi njeri me përfitu edhe për insanit që tu fol me ta nëse përzihet në I tret. Po sa më shumë njerëz që folën, që po njeri don me fol në bisedë me dikë nëse ka fëmijë aty, çka thot largoni me pak se s'jam tani misafirin. Para mendo vëzër Kur'anin ti me e lexuar në zhurmë, nuk mundesh me përfitua. Andaj Kur'ani don qetësinë. E don qetësinë. Jo rasisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me I zbrit Kur'ani shkonte në shpellën Hira dhe rrinte aty me ditë të tëra, sikur që ka transmetuar Imam Buhariu nga Aisha radhiyallahu anha wa ardhaha. Mu për këtë arsye vëllazër, nuri I Kur'anit zbrat në zemrat të cilat janë veçuar me Zotin e vet. Janë veçuar me Allahu subhanahu, pra I përkushtohesh Kur'anit, që ai pastaj me udhëzimet e veta, me bereqetet e veta, Allahu subhanahu wa taala të begaton. Andaj sekretet e fshehura të Kur'anit nxirren vetëm kur besimtari përkushtohet në vetmi librit të Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë Ibn Mas'udi radhiyallahu an, ka thënë la tuhaddith an-nasa kullama tasma'. Mos ju kallëzon njerëzve këtë çka dëgjon. Walakin liyakun laka khalwatun bil Qur'an. Ka thënë mirë po, veçohu me Kur'an, rri vetë me Kur'an. Dhe kjo vëzër është prej birësive të moja, kush se ka provue, nuk e tim për shkaj në të folë, që ti t'jesht të shpia, veç vetë, e hapë mushafin dhe lezon librin e Zotit të bare kjo e tjala. Dhe ndryshë është kjo me lezu për shemë merë njëtin mushaf, shkon qajtore, edhe lezo, I njëti ajet, e njëta sura, se ka efektin e njëtë. Se të shpia është qëtësia, është rahatia, sidomos nëse je vetë, sikur që kanë lexuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, çështja është që nga Kur'ani të bësh shoqërim të vetmuar, vetëm ti me Kur'anin. Në ta e gdhen shpirtin tanë, në ta e kënaq shpirtin tanë, në ta e edukon zemrën tënde. E le efekti Kur'anit me artë të ti plot. Mos më shkapërderdh, mos më shkapërderdh, nëse ti mundesh më shkapërderdh me energjitë tua. Ndërkohë që kur je vet, krejt çka ka prej Kur'anit vjen te ti. Nëse ti je përkushtuar ndaj atina. Andaj nuk është çështja se sa ke lexuar, por çështja është se sa me sinqeritet I ke jetuar me këtë Kur'an. Për shembull, vëllezër, njeriu vëllezër në Ramazan, Allah na mëson me emrin Ramazan ya Rabbal Alamin. Pasi që e kemi afër në kuptimin relativ, se sahabët e pejgamberit sallam 6 muaj përpara kanë prit Ramazanin. Merë vëllezër, njëri më I mor sahatët e Ramazanit, 30 ditë, nga 24 orë. Hekja pin iftar dhe mësifir, leje vetëm pjesën e agjërimit. Sa orë janë aty? Ka 10 orë me kanë, 30 herë 10. Verës ka 15, 16, 17 orë. Me gjithë se vëzë shiko, njeriu me hi me një kurs shkollë, dhe mi kalu këtë qato orë, o e përsos një gjumë, e përsos një profesion, ose arrin, për që më njeriu vëzër, kur e merë lejen për me drejtu veturën, sa I duhet ko? Zakonisht I ka 37, 40 orë, apo? Me dalaverat përse sa një shkabona, jo mesele tjetër. Mirë po në 40 orë, 50 orë e përsos edhe I thonë, bojrëm tash test edhe e merë lejen, apo? Mirë vëzër, si ka mundësi kitë të Ramazanat që vi një pas një, dhe një për shemull nuk mundet me regullu veç gjune vetë. Veç gibetin me hejë për shemull. Ose për shumë vetëm të shamën. Ala ka njerëz të cilët falin namaz, apo ama nanën e babën e njerëzve I ka ngoj. Nanën e babën, ja u shanë njerëzve. Andaj që ka tha alaihi salatu wassalam, pse njani për juve e shanë babën e vetë e nanën e vetë?
sahabët reaguan dhe ja Rasulullah, kush e shanë nënën e vetë babën e vetë? A ka njëri budall me men në krije e shanë nënën e vetë babën e vetë? Apo ja shanë tjetrit e aja shanë të këtina. O ti u banë sebeb. Ti u banë sebeb. Nderi në nëstane në përkambët, sebeb që tja kisha në anën dikujna. Dhe shikohet njerëzit për shembull, sa orë kalitje kanë, që sa vite falë namaz, që sa vite për shembull e din xhamien, që sa vite për shembull e din islamin. Çfarë dallimi ka? Apo vetëm kalojnë orët? Orët ka me kalu o vëzër. Edhe hajvanëve kalojnë orët. Mirë, po dallimi është se njeriu duhet me jetu me këtë Kur'an. Andaj vëzër, në zhurmën e jetës, në dinamikën e jetës, sidomos në kohën tonë dinamike, kur gjithë shka është, që gjithojnë, fast. E shpejt, ushqim i shpejt, pije shpejt, neje shpejt, Facebook i shpejt, Twitter i shpejt, TikTok i shpejt. Këtu nuk mundet më udhëzu njëri vëzër. Njeri ju duhet ka dalë që ti kur ka profesionet, shko vëzër, njerëzit në profesionet delikate. A mundet dikush më regjistru në mjekësi, me thonë, e hajde ma shpejt se du mu bo doktor. Vini reve që ti momente që shtu. E hajde ma shpejt se s'kam vak du mu bo doktor. Qëka i thë njësë për? Apo dalvi jetë del jashtë. Ti ma shpejt për do ke këtu mu bo doktor. O njëzit të ka 20 vje studiojnë, a bon as bon. Ama qështu janë do njerëzi? Hajde me ma shpejt që ti kalzon mu shka ashtë e vërteta. Ti a i me mirë me ka krija. A i e mirë ka krija që ka i të vërë. Mend, ku i kije? Bema mu ma shpejt. Ska ma shpejt. Kur'ani ka 114 sure. Mi 6.000 ajete. Qysh me do ti ma shpejt? Sa mi hadithe janë? 40.000 hadithe në Musnedin e Ahmedit janë. Mi 7.000 hadithe janë të Imam Bukhariu. E dikush janë thot, shko këto reagime të rrugës nuk shkojnë të Kur'ani. Allahu thot, lexoje kadale Kur'anin. Wa rattilil Qur'ana tartila, dhe lexoje Kur'anin tartil. Kadale. Pse? Nëse ngadal mirë dësh. Nëse në profesionin njerëzit nuk tolerojnë çështu. A mund është ti me shku më regjistrue në shkollë për pilot të aeroplan, me thonë, ale ma shpesu në s'kan vak. Nuk kanë vak se 100.000 gajle i kanë. Hezba të kalitet tua, se s'mund është ti mu pa pilot. Se çështje delikate kjo. E kështu më radhë, mirë dhe zërë, nëse në pilot e në doktor s'ta mundsojnë. Po për gjenet, për islam, pak ma shpejt, s'ka pak ma shpejt dhe zërë. Ose ki memria që ka e kërkan Allahu subhanahu wa ta'ala prej qëtësijës dhe nga dalësijës në mësimin e Kur'anit, ose nuk ta jep Kur'ani atë qka e kërkon. Mu për këtë asyjo dhe zër, vakti të cilin ti e merë mushafin, jo për me ja lexu tjetrit Kur'anin, po për me ja lexu vetës Kur'anin. Jo për me ja lexu tjetrit, për me ja lexu vetës tane, që të dëgjoje Rabbul Aleminit që lexon librin e tina. Dhe pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala me të udhëzue me këtë Kur'an. Andaj, nuk është ideja që muslimanit të shton sure, të shton ajete, sikur që ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ka thënë mos të jetë i qëllimi dikujt funi faqës. Mos të jetë qëllimi funi faqës, por le të jetë përfitimi prej këtij Kur'ani. Andaj dallimi vëzër në mes atij i cili e lexon Kur'anin dhe atij i cili pretendon Kur'anin, cili o vëzër, se pretenduesi ka merak skena, ka merak publik, ka merak ta dëgjojë dikush, ta shohë dikush, duar të rëkazë dikush. Dhe kjo është tjetër mesele, dhe të përfitosh me Kur'anit është tjetër mesele. Njerëzit që ka e duan Kur'an vëzër, ata e lexojnë vazhdimisht. Ata që ka e lexojnë Kur'anin dhe e duan Kur'anin, ata e lexojnë vazhdimisht. Ka njeri, s'ka njeri, apo Kur'ani vazhdimisht lexohet. Është fjala Allahu subhanahu wa taala. Andaj, një e lexuar në vetmi me sinqeritet e një sure për sureve është shumë më e mirë se sa me e bën ndoshta një hatme, ndërkohë që ti e bën për njerëzi apo e bën për ide të tjera. Po për këtë arsye vëllazër, ne i gjejmë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se përsëritnin suret veçanta. Suret veçanta e përsërit të vazhdimisht. Pse? Sa jeton në shpinën e vet. Për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fundin e Ali Imranit, që këtë surë që kanë anë, fundi ku të mbrim atje, ajetet e fundit pejgamberi sa i reciton të natën. Vet. E tregon Aisha radhiyallahu anha. Andaj, te kriteri i tretë vëzër, dush më apo pyetjen vetvetes kështu. Nëse çdo kriter tham i bëjmë të pyetje, sikur që ka bëu autori këtu në këtë libër. Pyetja e parë, që do ja bash vetë të kriterit e cila vëzër, a ki orar të caktuar javor, ku e lexon librin Allahu subhanahu wa taala
pa telefon ngat, pa kompjuter ngat, pa njerëz ngat, vetëm ti edhe mushafi, vetëm ti edhe Kur'ani, pa zbukurim të zanit, po vetëm një qëllim që ta arish udhëzimin dhe kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala. Kjo është pyetja e parë e kriteri tjetër. Tjetra, a ndikon Kur'ani kur je vetëm tek ti? Për shembull, ti sheh vëllezër njerëzit kur e kanë ndonjë hafiz të madh apo ndonjë zot të mirë, apo fillojnë ndoshta të bëjnë skenë Allahu Akbar, mashallah, tabarakallah. Kënë rregull, realisht ajo është çudit me zanin e njerit. A ka ndodhur që si efekti me pas tipin e ajetit kuranor? Jo për shkak të zanit që e ka nxjerr lexuesi, po për shkak manat që e bart ajeti, si fjalë Allahu subhanahu wa taala ka dallim. E ka dallim për shembull, njëri thot njëtin ajet me ja lexue, për shembull një recitues i mirë, mashallah, çfarë zani ka ta kënaq shpirtin kështu me radhë. Kënë rregull, ti e të kënaq me zanin. Atë ka ndodhur më kënaq me kuptimin e ajetit. Se është fjala Allahu subhanahu wa taala, ku nuk shef askush përveç Allahu te bareke wa taala. Andaj, tjetra për pyetjeve është kur lexon vet librin e Allahu subhanahu wa taala në vetmi, a ndjen se Rabbul Alamin, Zoti i botrave, ty po të fol. Ty ato të drejtohet. Çdo surë që ka lexon, ti e marr për mi vete. Dhe kjo vëzër e ndihmon robin shumë që të lexon me udhëzim të duhur librin e Allahut te bareke ve teala. Andaj të lexuarit e Kur'anit vet nuk është çështje luksuzi vëzër. Nuk është kjo ta bëj se ka film i mirë kjo, ja hasha wa kalla. Kjo vëzër është kriter dashnie. Kjo është kriter dashnie. A e do nuk e do? A e do Rabbul Alamin, Zotin tanë nuk e do? Kjo nuk ka hajtë ta provoj që jo. Se pa tjetër e kime se kjo ta do shmund të e donë Allahu subhanahu wa taala, apo jo. Andaj, ai i cili e donë Allahu subhanahu wa taala, mallëngjehet për librin e Zotit, mallëngjehet për fjalët e Zotit. Shikon njëri vëllazër. Njëri kur e don dika, apo do ta shoh. Thot ta shoh. Pse do ta shohë? T'ja nije zonin, fole me ta. Ti kur des me dostat e tu, a dilni për menet, veç mu pa kështu me sireta, apo gjëja parë ku i e qka i e, fillon me vol. Shikon njëri e merë malit, t'ja nije zonin, e para më vëzër Rabbul Aleminit. Andaj kriteri i tre cili o vëzër është që ki Kur'an tjetë pjesë e agendës e orareve të pandashme tonat. Pa tjetër është në gjatë javës ti me mushafin mundal veç për udhëzim, jo për kur që tjetë, jo me nëzirë Facebook. Facebook atë këti kena të musht me ajete hadithe, por për me udhëzu vetë vetën në udhëzimin e duhur. Kjo është kriteri i 3. Kriteri 4 vëzër, që pa tjetër është me e matë në përmet këti kriteri, a jemi në rrugën e duhur të leximit të librit Allahu subhanahu wa taala, dhe a jep pasaj libri Allahu të efektet e duhura të kneve cili o vëzër. Kjo është shumë e ranë, po shumë e vërtet, dhe shumë e nevojshme që na me rishiku vetë vetën në këtë kriter. Cili o vëzër? A ka harmoni në mes gjuhës tane edhe zemrës tane? E vini re vëzër. Në mes gjuhës tane edhe zemrës tane. Për shembull, kur thua diçka për të vërtetës, apo lexon ajet, apo lexon hadith, apo një fjalë dietari, apo një fjalë të mirë, apo pretendon diçka të mirë, apo status, apo hall, apo gjendje, këtë që to i fol me gjungti, apo zemra, a në qatë nivel që ka jetu fol? Apo ja. Për shembull vëzër, kur e ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Omer ibn Khattabin radhiyallahu an, i ka thënë, kanë do mas shumë ti Omer? Vini në vëzër me paskondun e tin i pyeturi pejgamberi sallam të vet, kanë do mas shumë ti? Normal se na me dërvishlëkin që ka e kena ja Rasulullah, ti e mas shumë ti piket. Më kjo në fjallë gjumë, a kjo në fjallë gjumë, Allahu së rejat. Nuk mësh me gënjë Zotin e matë të bare kjo e tjera. Shiko vëzër, për shak pastërtijës që ka e ka Omeri, dhe sa i zdi me rejt, zdjaj, nuk mune me panu qysh me rejt. Qka i ka tha? E du vetën ja Rasulullah, mësën e tyje. Si neve me na thonë, dikush që shtu me thonë, tja i me mirë, ty dush me thonë, po Allahin, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e pastaj me radhë, apo. Po kjo fjalë gjuhë, vëllazër. Omer ka kallzu drejt. Që na skallzon drejt, apo. Kush për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Po pejgamberi ka thonë me dal xhamin sa pa me fal disdel.
Kjo i beqë ti veç muhabet e ki ata. Ti le, qka thut ti, edhe qka ban ti, a disa të lona jo. Por këta asyje, Rabbul Alamin s'mina me rejt. Omer tha, vetën masan e ti. Tha, jo, Omer, zban kështu. Në regu. Mirë po unë për ka zëjt rejt. Sa në regu, ani në regu, shtash regulohem, ama që kjo në realiteti. Pastaj, Omer Khattabi u regulue dhe e drejtoj këtë pun. Edhe pastaj e pyti pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe një herë tjetër. Tha, o Omer, kanë do tash më shumë ti. Tha, ty e Rasulullah, bi ebi ente ve ummi, nana e bab kurban, qofshin për tyje. Pastaj vetën, e tha tash, që qështu duhet. Mi vëzë, shiko, pi kësaj gjendje, ama ka kaldu drejtaj, apo? Ti për shimu dhem kryja, dhem dora, dhem kama, shkon të doktori, shka të dhimt, ha? Jo kur gjosa të dhimt, po dili ashtë, që të bëhoj aj. Ama ki me metis mund, ama nësi kaldu zonë drejt, shkja të dhimt, tamam, e mormi edhe e rishikojna. Andaj vëzër, o shumë anënësi, që të ketë harmoni mes asaj që ka flasim, dhe asaj që ka është zemra në realitet. Andaj, për shembull, disa prej të parëve të musliman vëzër, kur lezonin fjalën Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, wa ma lana la nu'minu billah. E ç'kemi ne që mos i besojmë Allahut? Që ka ardhur në gjuhën e disa prej pejgamberëve dhe njerëzve të mirë që ka përmendur Allahu te bareke ve teala. Këta kanë pyet vetvete kur e kanë zgjuar këtë ajet. A jam unë për një me besimtar të Allahu subhanahu wa taala, apo ka mundësi kjo është fjalë gjuhë? Ha? Apo ka mundësi është fjalë gjuhë? Kur e kanë pyet Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, hal anta mu'min? Se fjala muslim, mu'min, muhsin, ka derajet, ka derejë, shkallë. Muslimana, shkalla me ult. Mu'min, manalt, muhsin, edhe manalt. Ka ardhur njëri ka pyet Abdullah ibn Mas'udin, shokin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, njëri i cili ka lexuar që ka thënë pejgamberi, kush do me lexu Kur'anin taze, të freskët, ne ta lexoj ibn Mas'udit. Çka njëri i cili ka lavdruar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, e kanë pyet, a je besimtar, mu'min, jo a je musliman? Ja, ai musliman po. Ai mu'min te Allahu subhanahu wa taala. Ka thon inshallah. Inshallah jam. Ha? Dhe dikush e ka çortu. Ka thon çish vetë vothu inshallah. Ai të dyshua. Nuk kam të dyshu. Pastaj Ibn Mesudi ja u ka rrotullu. Ka thon pse ju a keni bindje që jeni besimtara? Jo musliman, besimtar. Shkruam te Allahu besimtar. Tha nëse ka do njani për juve bindje që është Allahu i shkrujtë në besimtar, le të thojë unë jam xhenet li. E kjo punë që ka shto besim i vërtet, xhenet, sigurt. Tha po, thuni jam xhenet li. Ama a mundesh me thonë, për shembull me një njani, për shembull, ose me shkruajt në Facebook, se tash janë në kohën e budallëve, e shkruan për shembull unë jam xhenet li. Këtë që thu, o ti, ku e morëve të këta Allah? Do nuk e shkruajnë çështu, po e menojnë çështu. Ha? Apo, edhe Ibn Mesudi çka tha? Pse po çuditni kur unë po tham, unë jam besimtar inshallah do Zoti, se unë nuk e di te Zoti xhelel xhelalu çfarë është e vërteta. Unë jam bind si musliman, ama kam mrita ai me kon besimtar, inshallah. Ka thon, ata kur janë çudit që ka thon, po nëse po çuditni, atëherë mirë, nëse mnini mu të thon, unë jam xhenet li, a ju vjen çudi po njëjtë Allah, njëjta fjala. Andaj vëzë shikoj plot për muslimanëve, kur e kanë lexuar fjalën Allahu te bareke ve teala, e qka kemi na që si besojmë Allahot, kanë thanë, a i kemi besu na Koranit për njëme, Allahu gjabë për njëme, apo është fjallë gjuhë, Allah në rujtë. Se ka mundësi dhe zë njeriu e rrejnë vetën e vetë, nëse Allahu ka përmenë surën e Bakara, ka për njëtet që thonë që janë besimtar, po ata nuk janë në të vërtet. Andaj dhe zërë, Kurani nuk i flet gjuhës. Kurani nuk i flet gjuhës. Nuk thotë lexom ti mua. Jo, po besom ti mua, ndikohë. Andaj Kur'ani dhe zër deporton në zemrat e njerëzve dhe kërkon zemra besnike. Sigur që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith se ka zbrit ki Kur'an emaneti te zemrat e pastërtat të disa njerëzve, të cilët kanë qenë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Për shembull dhe zër, e lexon fjalën Allahu te bareke ve teala në 17 herë farz për një sabat deri në yatsi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. A është kjo fjalë gjuhë apo i të adhuru Allahun hak, sikur që e meriton Allahu subhanahu wa taala? Por shembull lexon fjalën Allahu te bareke ve teala, ha tawakkaltu ala Allah. Ha?
Për shembull pejgamberi alayhis salam ka qenë urdhëruar që kur ta vendos një punë me thon tawakkaltu ala Allah, me bë konsultim, pastaj me thon tawakkaltu ala Allah, bismillah dhe nis. Kur ti thua tawakkaltu ala Allah, unë mbështeten në Allahun subhanahu wa taala, a je mbështet për nimet Allahu te bareke ve taala, apo thu këshire, unë e kum bë planin, ala tutësh, këto tuta, labirintet që i kije në kryje, këto vinë ndesh me tevekulim. Ti kur thush, unë mbështetet Allahu subhanahu wa taala, planët ku dojnë të shkojnë, sepse jam mbështetë Allahu subhanahu wa taala. Kur t'ja lesh ti dikuj në punë në dorë, i thu ti merr vëlla, kryje. Nuk mundu sa në stop i po telefon, mos haro, a ki me kry punë? Çfarë thot ai? Njëri çka thot, po lembara atuna, tash unë e kry këtë punë. Njëri thot çështë thot, lem u kry, ama dorëzove mu. Tash ti para më çdo minutë. Çdo minutë apo fëmijës për shembull ti ja premtoni diçka, se kimi ja ble dhe kimi ja kryje. Fëmia si fëmijë normal, çka ka pjekuri, vazhdimisht thot, mos haro. Edhe ti thu, u kry kjo punë. E tani vëzë, para më njëri thot njërit, u kry kjo punë. E kur ti thu Allahut, unë ta mbështeta, ta lash këtë punë tyje me mbështetjen time ndaj teje, dhe prap, dhe njëri vëzë ka dyshimet e veta, ka frikat e veta, e ka fantazinë e vet, sikur që thot Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i. Njeriu krijon për imagjinatës të rreme frika, pastaj frigohet për nime, pastaj e ban më të madhe frikën se vetë ajo fillimi i imagjinatës, e kështu me radhë dhe hin në labirint. Andaj për shembull kur ti thua ihdinas siratal mustaqim, o Allah na udhëzon rrugën e drejtë. Çka nëse ti thu ihdinas siratal mustaqim, a hez rrugën e shtrenjtë? Çfarë mënoj ka? O Allah udhëzon rrugën e drejtë, o mos ti hez rrugën e shtrenjtë. Ko ti e? Nëse ti merr drejtim drejt një qyteti, në realitet, edhe dvet dikush që thu jam të shku tjetër qytet, ti ka çka i thon ato se rruga nga ana tjetër. Andaj duhet besimtari me harmonizu me asaj çka thot edhe me asaj çka është zemra e vet. Andaj vëzë Kur'ani nuk është për eleganca dhe zbukurime të zanave, por është sinqeritet në fjalë dhe zbatim në ndjenja. Dhe tjetra, dhe harmoni mes brendshmës dhe jashtës. Qatë sa i e qasë thuj. Qatë sa i e qasë thuj. Nëse i ki 50 denar në gjep, edhe të veti ku sa i ki vla përvarë me veti, nashta i kam bëjmë duke një 100, jo be vla, sa i ki 50. Sinqerisht, 50 i kam qaqë. Kjo në shumë më e mirë, ozë. Mirë po njëtë që ka thojnë, a u dash ma shumë mi pasa, o dash 500.000 mi pas, po si kije, leje s'ka du të mi pas, kalzo sa i kije, ka mundë si nesër mëri mi pa në 500.000, po tash i ki 50. Njerëzit që kështu veproj me devotshmëritë e veta. Apo, tash ti të veti kush, a je i bohorera, ti a du të më kana, o jo a du të më kana, si e, të di që jam unë e bohorera, a se bo anifja s'kam. Apo, dvinë do njerëzit për shemë, të folë tyje me, e ka vesh petkun e bo anifës edhe i Mahomet edhe vend folë. O insan, e ke njerë këtë teshti, unë shumë të folë me bo anifën. E kupton këtë zërë, qëfar dalavera bo njerëzit? Apo, kujton ti si as Bukhariu as Muslimi as Abu Davudi. Dil një herë në kuntrat e tua, të këpucet e tua, pas e flasim. A shka mundësi ti me lujtë rol të huj, edhe une me të përgjit, sikur jam të përgjit Ahmedit. Jo, vi njerëz të Ahmedi ka dhanë kështu si pas sunetit, Ahmedi ka dit 1 milion hadithe, ti si Ahmedi, a s'ki nevoj me kalëzu se që ka dhanë Ahmedi. Dhe mos e luj rolin Ahmedit, së mund shme lujt. Andaj, shiko, harmonizimi mes brendshmës dhe të jatës. Andaj, te kriteri 4, si bëhet dallimi mes pretenduesit dhe atij i cili zbaton kriterin e vërtet, cila vëzër, shikoni njeriu vëzër. Dhe kjo vlen normal për lexuesit e Kur'anit, të rregullt, ja të se nuk janë të rregullt. A ma shumë je angazhum se si me nxjerr, i thonë me kharij el huruf, si me e bot të gjvidin sa ma mirë, kjo vlen për recituesit e mëdhoj, po për njerëzit e rëndom vlen kur mundohet me ushtir do një recitues i fort, apo me bozana, e i duket vetja që jo duke lexu mirë, këtë rregull, a ma shumë ki e zell që të dale zani mirë, apo të dale një jeti mirë. Të lam, më varësi shpiqesa dhe zërvarët, jo shka i të nëzirë për goje, shka i të nëzirë për zemre. Ajo shka del për zemre vëzër Allahu që ta e kontrolon. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Por shenë vëzër, gjuha e drejt, gjuha besnike,
nuk merr guximin ta lexon një ajet të cilin ai vet nuk e zbaton jetë. Për shembull, nuk e merr guximin në njëri sinqert i besnik me ja lexuar dikujt tjetër një ajet në formë kritike apo këshille kur ki vet nuk e jeton ata. Ha? Por shembull, Allahu subhanahu wa taala shpesh ardhet në Kur'an, mos me rrejt, me qenë besnik. Ama para më nuk kur rrëna caki ta lexon ti këtë ajet. E ti ndodh një farë hutije thu, ajeti janë i sakt, fjallë e Zotit. Po ki rrëna caki kur më lexon mos, kur qi se kuptoj ora këta. Para më për shembull një njeri i zhyt në kamat. I zhyt në kamat. Kamatar. Edhe vend thot ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ti thashtu e lexon ajetin kë, ata të cilët e han kamatën, ata nuk ecin poshtë që ecin shejtanët. Ti thu ajetin është i vërtet, surën Al-Baqara i qorton kamatart. Ama ti që jetu më lezu këtë ajet, kjo s'ka kuptim. Vini revezër, i besniku ka frikë me lezu një ajet, ajet dhe vetët në vetë tutët, unë s'jam kë. Kur ti lexon një ajet, ti e pak këta minimumin asaj me zbatue. Minimumin asaj me zbatue. Andaj, shika dhe zërë, zemra e gjallë, kur i lexon ajetet, kur i lexon ajetet, të cilat kanë mundësi me përshkruaj gjendjen e tij të hipokrizisë, për shembull sapre, a ju ka ndodhur si çdo njeri me bën një punë për hatër të njerëzve? I ndodh edhe zot. Ndodh se një insan nuk i ti i zbritur i plot. Dhe ti kur e lexon për shembull, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah. Ruhen pi njerëzve, ruhen pi Allahit. Unë jam çka. Kur ti, se i sinqert që shtu dhët, unë jam që ki lime ta kulune ma la të faalun. Allahu gjela thëtë në surën Saf, pse e thoni ashka se veproni? Unë jam qaj, e thamë se veproj. Thiri për diçka se baj vet. Thiri në butësi, jam brutal. Thiri për fësjellet mira, jam shembull se në fësjellet këshia. Që ki jam une. E kur ti kështu dhe trajton, dhe mund ti i të ndje prej mrenda. Andaj, ajo mas shumë të dhe zërë, që e prish raportin në mes Kur'anit dhe lexuesit të tij, çka është vëllazër? Çka ta prish raportin e mirë me Kur'anin? Kur gjuha e lexon, veshi e nin, fyti i nxjerr shkronjat, zemra është e kput pikë këtë çfarë ka të ndodh. Apo për shembull, nëse ti nuk e thirr dikan numër, apo edhe bash këshire të fol, o filan, apo e njëri më thonë, po çim të pas jo vëlla, hanë ninaj, se njët e pata, po nuk nin mëre, jo bese nin se ata do shta me thirr. E tash kur të vjen një çmend do të a ki pas njët me thirr, po u krija, apo thon, hajde shkojnë e veta na kanije. Tash para më me kon çmenduria ndër këtë nivel me shku me vet, apo sta kanive vëlla. Po jo sta kanije, se thellëm la. Ai mas pari du të më hinë lidhje, a du të me e qel. E mirë dhe zërë, ka shembo sa dush. Gjuha, veshi, zani, këtë janë raportet jashtme. Këtë këto janë me shku zemrës. Ti hitë se ke thirë këtë, është offline, është e shkyqt. Ti mundush me lezu 300 vetë, apo ti sa vjetë mundush me mojtë telefonin qështu? E ma telefon, apo me shprejës nështë a thuj kujtohet ati që jam të dash me thirë, se unë jam të dash me thirë me më thiraj. Jo si kujtohet. Nuk i kujtohet. A mundet me hin lidhje pse unë e ku majt gat telefonin? Jo. Dut me hin lidhje. Për këtë arsye vëzër, shiko, shumë për operacionet që i bojnë ana, zemra jashtë. Jo rasisht ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, por njerëzit se do të devijojnë pas tina, çfarë ka thonë? I ka thonë sahabëve, keni me gjetë do njerëzi më shumë se jo e lexojnë Kur'anin. Dër të fiti. Tani shiko, Allahu na ruaj, dër të fiti. Zemra nuk shkon. Zemra vëzë që nuk e përjeton Kur'anin dhe nuk udhëzohet me Kur'an, realisht nuk është veç që e ka bot tërdit ajeti. Për këtë arsye vëzër, te kriteri i katërt i bëjmë disa pyetje. Çfarë ka thënë? Ka thënë, a e lexon Kur'anin me gjuhë e cila është në ta edhe zemra, apo është veç njëra? Që kur të lexoj alhamdulillahi rabbil alamin, a e nin zemra këtë ajet? Ar-Rahman ar-Rahim, apo e një veçveshi? Kjo vëzër është pyetje shumë rëndësi. Tjetra, cila vëzër? Njetet e tua
a i besojnë fjalëve tua. Lexon ajetin apo hadithin, apo në fjalë të mirë, apo ligjëratën. E ti tash për shembull thu, në jetë jam që shtu goja knera, pa u harmonizu këto, kur gjë nuk bëhet. Tjetra vëzër, vini re. Nëse i këshmi bë kështu vëzër, nëse i këshmi nxjerr në syret, pamje, fjalët tona, edhe veprat tona, për ta qartësu ma qartë. Allahu xhelal ka thënë ditën e gjykimit, se do të flet gjuha, do të flet dora, e mshel gjuhën. Apo, e mirë vëzër. Por shembull na ka tregu për shumë për gjërave të sa do të marrin kallope të ndryshme. Nëse i këshmi marr fjalët tona, edhe punët e tona, edhe i këshmi nxjerr me një sirat tjetër, a e këshin marrë një të ngjyrë. Që Allah fotona këtë bardha, mashallah te barakallah, këtë mirë volaj. Mi janë nxjerr edhe veprat, mi apo një sirat. A e marrin një të ngjyrë, thënë, çto s'janë, çto punë s'kan një të. Shiko, nëse s'del një ngjyrë, andaj ditën e Kiamet kanë medalë vëzër. Kanë medalë edhe puna dhe vepra, edhe fjalët. Andaj do të na thuhet shumë për njerëzve, po ti pas ke fol mirë ama sipas ke për veprat ashtu siç duhet. Andaj vëzër, besimtari duhet me lexu Kur'anin me gjuhën e vet, edhe me zemrën e vet. Dhe qëllimi është që Kur'ani me gjuhës, edhe veshjeve, edhe e zërave të mirë të mënijet të zemra. Nëse s'mënin të zemra vëzër, atëherë nuk kemi kriteret të duhura për leximin dhe përfitimin nga libri Allahu subhanahu wa taala. Kriteri 5 me të cilin ne duhet ta lexojmë Kur'anin dhe të përfitojmë prej tij. Cili vëzër, vini edhe kjo shumë rëndësi, sidomos në përcjelljen e Kur'anit tek të tjerët, e cila quhet da'wa, davet, me bë thirrje tjetrit. Sa shpesh vëzër na tu i bë thirrje tjetrit, mos u bën dam se sa khair. Kriteri 5 është çfarë thot? A e zgjon ti tjetrin në mënyrë që është du të me zgjuhut i kanë, apo i agjuhun atina si armë, si shpatë. Dhe kjo vëzër e përcakton raportin tonë me librin Allahu subhanahu wa taala. Por shembull vëzër, a përdorim na Kur'anin si dritë për me ja ndryque njerëzve terrin shka e jetojnë, apo e kemi si shpatë për me unejt njerëzve? Por shembull vëzër, ja mushafin për e kemi, këtë kena mushaf. E mërti mushafin, a ju thu njerëzve me këtë mushaf, këne është udha e drejt, apo ju rri me shpatë? A gabova, kjo e përcakton atë që shka me ta pranu tije. Kur ti e nxjerr shpatë, cëlli për qikush për shemë njani me shpatë, apo? Qa thot? Ikë më pikti largojo. Ama kur ti e mërtë liber, kur kush tutut për librit? A ka du njënë për shemë? Jo, nëse ka do, po, ka, nështë ka dhe shumë bile. Apo kur regjim fjali, e bedel. A ka diku që tutut për librit? Po ka, që ta shokë, thot, ikë për librit. Mirë po vëzër, në bazë njerëzit nuk frikohen për librit. Andaj Allah ka zbit liber. E mirë vëzër, ki liber, a duhet bëhet sebeb për mja u kallëzu njerëzve dritën e Zotit, apo duhet mi frikzu për ditë e Zotit? Apo, andaj, shiko, a i cili vëzër dëshiron me qenë prej thareve të Kur'anit, duhet që ti bartë në shkronja që i lexon rahmetet e këti libri. Kur ti lexon Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ti bartë rahmetin këtë shkronja, ti bartë nur këtë shkronja, bereqet këtë shkronja, dhe du të me ndjej njerëzit këtë shkronja. Se janë fjalit Zotit subhanahu wa taala, dhe jo mini azapa, të me thonë inshallah nalët. Jo, sebeb që këto janë rahmeti Allahu subhanahu wa taala. Andaj në shkronjat që i lexojmë Kur'anit dhe ajetet që i lexojmë Kur'anit, ne bartim vëllezër rahmet dhe udhëzim dhe nur të Zotit te bareke wa taala. Andaj për shembull vëllezër, shembull, ti e gjeni njëri i cili e shani mëkatar. Dallimin mes i tharit Kur'anit dhe ki i cili pretendon cili o, a i cili o i thari Kur'anit, apo ta morim këtë i cili ja pretendues. Ti a gjeni thot një ajet, që të kalzoj venin ku e ka, do ta kam gjikose. A i cili është i thari Kur'anit, që ka thot, që shmi a gjet një ajet këtina, ta uzoj, ta nojnë që këtë gjuna i shala. A ka dalim? Ka dalim nësër. Kur ti përshimë dhe shef vladin tanë të gabue, a thu ta drejtoj kështu ta miti ketë, apo thu qish me gjithë një metod ta bin veti.
që kjo dhe zë rahmeti edhe këmgjikosja. Andaj, shiko dhe zë, për shembull, kur njeriu për shembull ka një problem, ka një kundërshtim, ka një mospajtim me dikan, qysh e hap mushafin? A hap mushafin të more shigjeta për me e gjujt ata, sikur guri kur e çel çantën ta guri dhe ti mshoj atina, apo e hap si rahmet dhe mëshirë? Këtë kjo dhe të kalzon ti qysh jetë trajtue librin Allahu te bareke wa taala. Për shembull, ti e shef shumë për njerëzve të cilët kur e këshillojnë dikan, e këshillon. E këshilla është punë e madhe. Allahu ka thënë Kur'anin, ka thënë laqad ja'akum min rabbikum maw'idha. Pi Zotit juve ka ardhur vajz, këshill. Kur dikush dikan e këshillon dhe zër, dhe zemra e tij nuk është e dhemshur, e përullur për ta përçu këshillën tek ai në mënyrën më të mirë, por e luan rolin e luftarit duke kërkuar fitoren. A dallon? Për shembull ti Imam Shafi'i çfarë ka thënë? Kush do më këshillue, le të më këshilloje tinza. Se nëse do më këshilluar në publik, nuk ja pranoj. Nuk ja pranoj. Ka shkujt e njëni për djetarët transmitohet se ka qenë a'mesh. Ka qenë normal, ka pas shpirtin e humorit dhe asaj, ka qenë kështu shumë delikat. Edhe ka njëri ka thonë, o gjotë du me më të këshillue apo më ngon? Ka thonë jo. Jo. Po jo be ti jo. So ti si të dash me më këshillue, ti të dash me nënshmu, ti të dash me dalë që ti je i fitusi. Jo. Apo, andaj Imam Shafi'i ka thonë, kush do me më këshillu tinza, a kush do mua me më këshillu në publika do me më korit. E tani vëzër, ne kur e marim Kur'anin, a dojmë me uzu dikan, a me fitu e lojën mbi ta. Kjo e përcakton shumë se si e kemi perceptuar na librin Allahu te bareke ve teala. Por shembull vëzër, a se në gjuhën arabe nurit, zjarrit edhe dritës i thojnë me një fjalë. Dritës i thojnë nur. Nur. Wavin me bo e lif ma në zjarë. Nur, nar. Nar, nur. Nga se edhe kanë të përbashkëta në mezveti. Kjo o dritë po edhe zarmo. Pera ke këshyre. Apo o dritë edhe zarmo. Edhe djeli është edhe dritë edhe zarmo. E tani vëzër, si e trajtojmë në Kur'anin? Si mjet gjikimi dhe ekzekutivi dhe prokurori, has të këto, apo nur. O vla, që këni u dha. Kjo është, jo kjo. Kjo vëzër përcakton shumë se si kanë me e perceptu njerëzit Kur'anin. Sepse na shpesher rrim si gjykatësa. Sot sërë kërkosh, mu gjikute na. Po kush jeve të filla më ullë në kështu, në këtë formë dhe këtë format, dhe mi prit njerëzit me artë të ti, me ti me më gjykigjit. Jo, Kur'ani ka zbrit më va'idha, ka zbrit këshill, ta pranojnë. Madje, shiko djetarë kër e kanë përshkrujt, edhe do njëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka përdor do njëherë edhe bërtit me, edhe ka ngrit zanin. Edhe këto pjesë që janë konë ma të limitume, që kanë thonë për komentatorët, ideja ka qenë çfarë? Se gabimi që ka o bo, s'ka mujtë më përmirësu pas me këtë rritje dozës fjallës. Nuk o qëllimin me bërtit ti me kalëzu vetë. Jo. Për këtë asyja përmendëm ligjerat, kur ka ardhë Usame ibn Zeidi radhiyallahu anhuma ardhahuma, dhe ka kërku e ndërmjetësim për me ja falë një grujet që ka vjedhë prej fisit Quraish, Makhzum, pejgamberi sallam realisht s'ka kuzu kërkush me shkuhe. Dhe janë mledhë këj fis kanë thanë, kush kish mujtë mi thanë pejgamberi sallam ta largoje këtë, mos ta preje dorën. Edhe njerëzit kanë thanë, la yajtariu alayhi illa Usama. S'kish mujtë në qasi raporti mi thanë dikush apele këtë punë, pra me ja falë apo diqka, veç Usamja. Se Usama pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka morë bashkë me nipin e vetë, edhe i ka unë që gata nga gatë. Kjo unë të njëna kam, tjetën të kam. Se ki ka qenë djali i Zeidit. Zeidin, pejgamberi ka adoptu si djali, pasaj Allah e ka shfuqizue. Mirpo e ka dash shumë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe tash ka qenë i lirë ai, sigur faktikisht para se me shfuqizu Kur'anin, sigur me babgjyshin. Edhe ka shku Usame, edhe i ka thënë ja Rasulullah, kjo gruaja që ka vjedh, a mundet me pare se të podojnë me e pagujt? U ka nervozu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Ka thonë të shfa fi haddi min hululillah. Nuk ka për jëmë zakonisht i folë qështu. Po tash gabimi nuk mundet më përmisu pas me qëta. Andaj Usamja këtë mësime ka morë për ta njëtën. Andaj qëllimi vëzër nuk është që njeriu me ul edhe me marë Kuranin edhe tash me i gjikut tjetë. Are jo këto. Jo vëzër, nuk, as të ka caktu dikush gjikac, as të ka caktu kush prokuror, as që kadi, as mifti, as kur gjo. Nëse da dikujt me kalzun një jetë, kalzoja me të mirë, me butësi, me nur, me dritë, me bereqet. Jo me atë luajtjen e rolit të gjikacit. Andaj, cili o dalimin mes pretendusit dhe ati cili në realitet është duke e zbatue lirin Allahu të bare kjo talë në nënhijen e këti kriteri të pe, cili o vëzër është se i sinqerit të vëzër vini reksaj, Allah në avot të gjithë dhe piktenve. I sinqerit të vëzër kure shë dikan të devijum e që i ban gjuna, qka thot? Allahume hdina gjemian, o Allah në uzo kejtve. Pse o vëzër thot i sinqerit të qështu? Fundja kjo e ka një gjuna, unë e kam i qetër, o Allah në uzo kejtve. Pretendusi qka thot? Pretendusi qka thot? Unë e baram që gjuna se baj, unë jam maj mirë se ke. E vënë dalim dhe zë, dalim e shumë i madhë. Kur ti e sheni gjuna qartë, o Allah në uzo kejtve, ti e uzon kandush. Qatë gjuna qartë në shka ti e te kesh, mundët Allahu subhanahu wa ta'ala me ndru rolet, ti me nxera që ti me atë me nxera këtu. Dhe ka ndodhë dhe zë një histori sa dush. Andaj kemi kujdes dhe nga fjalla iblisit, e në khajrum min, kur i ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, birri sejde, ka thonë, unë jam maj mirë qa, zibi sejde atina. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam kishte mësuar sahabët që t'jenë kënë rahmet në hijen e këtij Kur'anit me ata që të gabojnë. Allahumma hdina. Çka thonë pejgamberi? Allahumma hdina fi men hedait. O Allah, udhzona me çdo shka i ke udhzuar. Udhzona me ato shka i ke udhzuar. Vinere vezëm. Për shembull, vinere fjalën e Allahu subhanahu wa taala për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Ka thonë, o Muhammed, keme shkatru vetë vetën tane nga mërzia që e kije nga mosbesimi i tëre. A transmetohet se do njëherë për nga mbira a.s. ka thanë, o Allah, unë për ju kalzoj, po këto shumë të këqi. Shpo besoj. Unë e o Zotë dëngova, po këto s'po dëngojnë. A ka që i Zotë transmetim? Jo. Allah e ka zbita jetë që të lezohet dhe ditë e kiametit. O Muhammed, kime shkatru vetën pitë këtë shtitë se s'po pohën të mirë. A mu shme paramëzër një njëri sa i mira, shpirti do mi dalë, pse ki qëtëri sa të bojë mirë. Sikur për shemull, nana dhe baba, nëse shojnë dë një degradim të fëmija, shpirti ju kalët, qish me e prubën veti? Apo, a i thot dikush po abe gjuje. Po gjuje pëse sa një joti, apo? A gjuje se sa jote, ama me ka një joti thu, shpirti mdull. Andaj ti e shë për shemull prindi, edhe me pas gjari më të degradumin qytet. Pra thot, nashta drejtohet. Pse? Se ka dhe mshuri për ta. Kështu ka qenë Muhammed a.s. me umetin e vetë. Allahume hdina fi men hedejt. O Allah, ullzona ma ata që i ke ullzua. Andaj ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala se ti o Muhammed kime shkatru vetë vetën nga dëshira që ata të bëhen musliman. Andaj, Kur'anin dhe zër nuk është mjet krenarije. Ti me lexuar një ajet edhe apo keni po disa kanë zgjedh për ajeteve edhe i kanë bë adresat veta. Çto janë do? Shumë ka marrë një ajet thot, edhe krejta debatët mundohet shka thuti për këtë ajet. Allah, fillimisht kjo ajet nuk ka joti. Mos e paramenoj se kjo hanë në një ari që ti e ki morë, e shash unë me këta, apo. Dhe mundohen njerëz mi privatizue termat e Kur'anit, apo. Tauhidi jemi ja. Kush ta ka dhënë ti Allah? Ai ka thënë kush ta ka dhënë? Imani joni, jo çerça që bajani çfarë dyqish. O ka dhënë Allah, ata ka dekretuar dikush këtë punë, jo. Nuk është e jotja Allah. Nuk është e jotja. Por këtë arsye pejgamberi sa më ka thënë hadith për atë njerin i cili ka thënë dostit vet mas shumë gjunave, wallahi la yaghfirullahu lak. Astaghfirullahi wallahi kurd. Pejgamberi sa më thot, Allahu ka thënë kush po fol në mend tem? Kush tha beti me fol në mend tem? A çka zor Allah më thon dikujt, Allah ti s'ta fal kur. E pse s'ma fal Allah kur? Pse? Se po thotë ja. Pse barku jot po thotë? Po shko po bana operacion barkin Allah. Pse marrë mes me ma fal? I ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, ketë punë që i kumë bati kumë që hoq, edhe këti ja fali, hinë gjenet i ka thonë te. Allah la bofi gjenet libe, Rabbel Alamin. A dhe vezër nuk është qështja që Kur'anit merët për përbuzje dhe në nëshmimin e tjetërit, qoftë edhe a i më konë kafir, po më konë musliman.
Kështu fletë të vëzër, فَلَعَلَّكَ بَاخِئُ نَفْسَكَ, o Muhammed ki me mit vetën, për ka në vëzër? Pse s'po bënë të Ebu Gjehli musliman? Pse s'po bënë të Ebu Gjehli musliman? A konë të mit vetën, Allahu që e ka se Murzia kemi përmendë, Murzia të qëndërit në çka i ka bënë Murzia Jakubit a.s. Ka shku shikimi këtë. Shikë e kompletësini i ka shkua. Se? Për Murzijës. Ja, se fala Jusuf. Për Murzijës për Jusufin a.s. E një vëzër, nëse që ki për të cilin ka pas dhim për nga mëzamo Ebu Gjehli, nëse ky nuk është Ebu Gjehli në këtë rastin ton, po një musliman, a nuk duhet me kanë vëzër trajtimi shumë më ndryshe? Natyrshëm se po. A në vëzër, Kur'ani është litari për të shpëtuar njerëzit dhe nuk është litar për t'i goditur kundërshtarët e tij. Edhe njëherë, Kur'ani është litar, tërkuz, në të cilin njerëzit kapën për me shpëtuar ditën e Kiametit, në dunja dhe në ahiret. A nuk është litar që ta jep Zotit i thot, mshojve, ku të mundë mshoj? Kështu njerëzit e kanë kuptuar. Apo, ki litari, kujt mi mshuve sot? O, kush ta be mi mshu dikuj? Ka për mëre shpëto me librin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndaj këpytjet dhe zër që bëhen në këtë kriter, në kriterin e 5, cila dhe zër? Shiko dhe zër, a ju udhëzoj unë njerëzit të Allahu me fjallën e ti? A je duke i udhëzu njerëzit me fjallën e Allahu subhanahu wa ta'ala? Apo i pengoj ato me mënyrën se si flas unë për Allahun? A disa e madhe dhe zër dalimja? Anda shpesh herë, wallahi shpesh herë, dhe këta e ka përmen njëri për djetarëve bashkohor, ma mirë është do njëherë njerëzit mi thonë, o vëlla, lexoj e be vetë Kur'anin. Lexoj e vetë, pse? Po unë i egar jam, o vëlla, edhe të të folë për bucijën të bërtas, edhe të të kalëzu për mëshirën, jam brutal. Lexoj e vetë, me zanin tanë, me dhimtët e tua, me dertët e tua, do shtë alëzohet ma shumë. Ma mira që është të lezër, se a këni pa njeri të folë për maturien të bërtit. Kujdes, ka dalë, arabi që ka thot, musë më bërtit në vesh, se së të një. Shko më në pak në tonë, unë veshin e kam një edhe pak në tonë. Nuk bërtit e të lezër për gjithë të se të kanë mundësi mu kalëzu ka dale. Andaj, a udhëzojmë ne me librin Allahut në rrugën Allahut, apo pengojmë nga rrugë Allahut me mënyrën se si na falasim për Allahut? A disa do me thonë vëzër mënira se si flet, ajo kalzon shumë, dhe ti sa dush me kom përmbajtja e mirë, apo e lexon njani Kur'anin, edhe e udhëzon, e lexon njani thu inshallah e nal. Kjo ndodhe se përshimë e zanin, e ka dikush zanin e mirë, Zoti ja ka falë, ja ka dhuru zanin, e ti thu mos usot skur, qaç mirë e thirë. Edhe e thirë dikush që s'ka zan, sa për e zan, apo e ta që thu, po kush ja dhave vëlla këtina, këtë trishtoj ka vëlla. Ti nuk jetu të trishtu pi e zanit, jetu të trishtu pi këti zanit këti, se s'pas ka zaki për këtë mund. Për këtë asjo dhe zërë, zanat e tonë nuk duhet mu bo penges për udhëzimin e njëzve në rrugën Allahu të bareke vë tjala. Vini në dhe zërë, pyetja tjetër që bëhet në këtë kriter, kur ju flas njerëzve për Allahun subhanahu vë tjala në përmjet Kur'anit dhe me Kur'an, a u ashtoj dëshirën për pendim dhe e ndijen që unë jam dy ju folë që ata të pendohen dhe të regulohen, apo e ndjenë që jam të akuzuhe? Që që ke bo mundi atë, ajo është efekti, ty sa dush folë pastaj. Kur ti flet dikuj dhe aj një thot, mi ti ki me këto akuza. Kjo është një trajtim, dhe njëri thot, shiko, valla ki ma dhe ka të mirën. Ki po thot, mund është më bo maj mirë, e kësë marat. Kur thot Allahu subhanahu në Kur'an, e fela yetubuna ila Allah, pse s'pendohen të Allahu? Allah e pranon të ubën. Shiko për nga mele sallat dhe sallat që thënë të njëzve, kulu la ilaha illallah, tuflihu, thuni la ilaha illallah, shpotoni. Ju thonë të arabve, siguromani një fjallë, u asiguroj mbretërinë e botës. Siguromani një fjallë, thumani që këtë fjallë, bindju një qësoj fjallë, unë u agarantoj mbretërinë e botës. Ata thonin, cële ajo fjalla që ne e siguron ti me ta mbretërinë e botës? Thonë të fjalla la ilaha illallah. Pse u ka përnoj mbretërinë e botës? Që t'ju kalzoj se nuk është kjo për mi u akuzu, për mi u ranu, po kjo është për me shpëtue. Andaj kër i ka qurë letër Herakli, qëka i ka thonë? Ka thonë, eslim teslem, ju t'i kallahu e gjrak mërratejn. Hinë islam, shpëton.
Si ta pranojsh Islamin ti si krijetar, dy herë Allah i shpërblen. Pse? Se bëhesh sebeb edhe me hije të tjerët në fenë Allahu subhanahu wa taala. Andaj zër, besimtari duhet të jetë dera dhe zani ku njerëzit kanë më thonë, unë po du me që kënena, se kjo ka në rrugë e mirë, kjo po pa mundësoj ka mu përnisu mu bo ma i mirë. E nëse njëri u vëzër kështu, bana e sa kështu, e kishkujt të dera ti, dera udhëzimit, dera pendimit. Ama mirë po, ka hi njani ati mënena, një Dostojevski, para se me hinti ta jo dera ku shkun dera udhëzimit, dera pendimit, edhe kur ka dalë jashtë thot, atu më dhim krija. Pse Allah të dhim, po që ti njani ma qaj ti krijen, ki qetri që tu mazuni kraj, apo ti thu, dera udhëzimit, këti krija i dhem, dera udhëzimit, këti kama i dhem. Pse o dhe zër? Se nuk varët për derës, varët që ka reagu ki. Andaj ki Kur'an dhe zër, zban me la njërës me mendu që si t'hin të Kur'an, si t'hin Islam, to shku me di që ka me gjithë. Hasha vë kella. Njërës dhe zër begatit më të moja në dunja në akhirat, i fitojnë në përmet librit Allahu të barake vë tjala. Kriteri 6, në ka me kriteri 6 edhe kriteri 7, dhe me këta e përfundojna. Kriteri 6 dhe zër cili është e adhuron Allahu subhanahu wa ta'ala me Kur'an. A je duke i bë ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala me Kur'an. Pra është Kur'ani që të dërgon në ibadetin Allahu te bareke wa ta'ala, apo por mos vall ki qëllime të tjera me librin e Zotit te bareke wa ta'ala. Andaj shumë njerëz lexojnë Kur'anin, po pak prej tyre afrohen te Zoti i Madh subhanahu wa ta'ala. Andaj vëzër, Kur'ani nuk është libër i cili ka grumbulluar një numër të madh të informacioneve, të dhënave. Sikur që mendojnë plot për njerëzve, se është libër informatave, hasha vë kella. Ky libër është vëzër libri jetës, libri i rrugës që na çon te Zoti, për me dash Allahu subhanahu wa taala, për me ta bën nasib Allahu xhenetin e madh, Allah na bëf nasib, për me liru qafën pi zjarrit xhenemit. Nuk ka hajgare ky Kur'an. Ma huwa bil hazl. Allah do të ki Kur'an nuk ka hajgare. O serioziteti më i madh në botë që mund të më kanë. Andaj, ky Kur'an vëzër, kur e lexon ti, për shembull lexon një sure, a e ndin se je për para Zotit të bareke vë tjala, je për para Zotit të bareke vë tjala. A qanë kër e lezon fjallën Allahu të bareke vë tjala, apo mos valë qanë se sa mirë të lezue. Ka dalim. Ka njerëzi për shemë thot, që shenë nxera që këtë sura, fort e nxera, edhe habitet me zanin e vetë. E ka dalim me kajtë për këtë punë dhe me kajtë për këtë punë. Apo kur lezon Kur'anin, fjallën Allahu subhanahu wa ta'ala, a e numëron këta ibadet, taube, afrim dhe për uli për para Zotit të bareke wa ta'ala, apo e numëron si pjesë e sukseseve tua? Për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin e nxjerr Imam Muslimi, el Qur'anu hujjatul lak au alejk. Kur'ani është ose provë, argument për ty, ose kundër teje, Zoti na ruaj. Çish mund të më kanë vëzë Kur'ani kundër teje? Se ti e ke lexuar, po s'ke punu me ta. E ke lexuar, po se ke adhuru Allahu subhanahu wa taala me këtë Kur'an. Për këtë arsye vëzër, njeriu duhet nga libri Allahu te bareke wa taala ta bën pjesë të veprimtarive të cilat në fund e marrin emrin adhurim. E ke lexuar Kur'anin, me adhuru Allahu. Ke mësuar Kur'anit, me adhuru Allahu subhanahu wa taala. Si e masim këta vëzër? Si e masim? E lexon një ajet ku ka urdhër, ti e zbaton. E lexon një ajet ku ka ndales, ndalesh. E lexon një ajet ku ka premtim dhe ta ngjall ndjenjën e shpresës në premtimin e Allahu subhanahu wa taala. E lexon një kërcënim të xhenemit, dhe ti vorresh nga frika se kjo ka mundësi me mbërthy edhe mua. Andaj Kur'ani vëzër është ibadet për ata të cilët e lexojnë me sinqeritet librin Allahu te bareke ve teala. E kuptojnë që të zbatojnë ata dhe të ndryshojnë në raport me librin Allahut dhe jo të krenohen me atë çka e kanë lexuar për librin Allahu te bareke ve teala. Andaj libri Allahu xhelal vëzër te kriteri 6 cili është që të lexohet për adhurim të Allahu subhanahu wa taala. Si e masim të kriteri 6? E pyet vetë vetën, sa hatme
tuat apo leximet të surave tua janë kanë për numërimin, për veprimin numerik të surave apo hatmeve, dhe sa janë kanë ato për ibadet. Shumë njëri thot 50 hatme i kanë bota njetën, dhe e plotson ki numri, po ka një lloj kënaqësie numerike, 50, 60, 70, dhe kjo e plotson. Dhe ka dallim kur ti thu, s'është më rëndësi kjo 50, 60, 70, kur unë kam adhuruar Zotin me libër, me këtë Kur'an. Unë Zotin e adhuroj. Andaj Ibn Abbas ka thënë mos e kshir fundin e faqes. Ti lexoje një herë Kur'anin për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Ajo me të cilën e masim te kriteri i 6, se a jemi në rrugën e duhur duke lexuar bin Allahu dhe duke mësuar prej tij, është se ne ndalemi me këtë libër për të bë ibadet Zotit. S'është ky libër për tu zbukuru raftet tona. S'është ky libër për tu lartësu ne si popull që na e kena që këtë Kur'an ju se keni. Jo, du me zbatu këta dhe se për ndryshe t'i shkon veç për raft, në mujnë edhe tinza dikujt mja është tin në raft. Katër. Apo, ti mund është dikujt mja mor telefonin, s'ka mos hap njeri ati mrejna, edhe ti tinza ja instalon, apo. E ta është me thonë, u kri edhe te moj, katër është aja. Duhet besimtare me ndje adhurimin Allahu subhanahu wa taala. Kjo është kriteri i 6. Kriteri 7, cili është vëzër, e kjo kriteri fundit në këtë varg kriterësh, cila vëzër, është se ndikohemi emocionalisht, qoftë me lot, qoftë me të qarë, qoftë me përulje, gjatë leximit të Allahu subhanahu wa taala, në librin të Allahu subhanahu wa taala, apo vetëm zbukurohemi sa për të duk. Loti jote, përulja jote, emocioni jote, ndjenja jote janë zemra jote. Qysh ndjeje është ti, është pi zemrës. Qysh dukesh, o pi trupit. Ajo që ka i të ndjeje ti, pi zemrës, është prej gjërave të brendshme tua. Andaj, sa ka prej Kur'ani mrejna, është se ti qysh ndjejesh. Kur'ani vezër ka plot emocion. Lexoje për shembull surën Yusuf. Omar ibn Khattabi radhiyallahu anhu, sa herë që ka qenë i mërzitshëm, ka thonë kjo surë më hek. Pse? Se kjo surë vëzër të përzin qatë shumë emocione, sa që në ta herë kanë, herë kesh, herë ka dhimta, herë takime, herë nostalgji, herë pritje, shpresa, mos po dele kështu më radhë, dhe i largon njeriu ato ndjenjat e sat ka mundësi me e randue. Andaj vëzër, besimtari duhet që në kriterin e shtatësile vëzër, që të shkëmbejnë ndjenja me Kur'anin. Për shembull vëzër, njeriu me mendue, sot për shembull ti e lexon një sure ku ka kërcënim kuranor dhe nuk e ndjen. Ama a ditë kur del hakikati i këtij kërcënimi, me kajt që shka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, banorët e zjarrit do të kajnë me gjak, saqë nëse ishin lëshu anijen çat gjak kishin lundru. Ama koto. Për këtë arsye kur njeriu i përfituron dhe mundohet me hin ndjenja, sikur për shembull ti e ke përjetuar diçka, pastaj mundohesh prap me këtë çat ndjenjë, kthehet loti, kthehet ndjenja kështu më radh. Andaj vëzër, besimtari duhet me shkëmbi ndjenja me Kur'anin. Për shembull veç kur ta di se kjo është fjalë e Zotit. Kjo ndjenjë emocionale. S'mund njerëz vëzër mund kuput pi emocionit. Jo rastisht kur e kanë lavdruar pejgamberi alayhi salatu wassalam në namazin e natës, përveç leximit të gjatë, ndjejes së gjatë në kam, këto janë pjesë të adhurimit. Gjithashtu Aisha thot kante, ama e fshehte, ama prapë se prapë ka qaj. Ebu Bakr Siddiku, kur ka dal imam, ka qaj qumë Fati Hansën e ka kryje. Nga shkëmbimi shumë të ajetit, shumë ndjenjat forta ka kur lezon librin Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye vëzër ti i sheplet me njerëzve, lezon një ajet, lezon një sure komplet, një hatme komplet, khasheb, tras, drum. Kjo nuk kanë rregull vëzër. Sepse njeriu vëzër nuk mundet për shembull me shku në deti, me shku me një pamje të mirë, me një qytet të bukur, po thonë njësoj. Si të në katon si këtu njësoj. Ti smut kanë vëllai. A i mirë ti. E deti, e ti ke vën lloç atje. Ai çka ndikohet, thotë Muhammed el-Ghazali rahimahullah, ai çka ndikohet, pi pamje sa janë më të mira se ato që ai ka pas. Ai nuk ka normal, apo do. Për këtë arsye vëzër nuk mundet njëri me lexue këtë libër që s'ka më të madh, Rabbul Alamin e ka zbrit, e njëri më shumë thonë, po anë fjalë. Nëse ai sa njëri për shembull orientalistët ndryshëm, e kam lexuar, thotë. Madje janë edhe do komunistët e na për shembull që marrohen shkollum, apo
Kishe dhe me ki ka lexuar, po e kam lexuar thotë edhe unë Kur'anin, po nuk ka çështu. Këto vëzë që kanë lexuar, ka marrë me lexuar si roman. Ka lexuar. Dhe Allahu e ka vërburuar shpirtin e zemrën. E nuk lexohet kështu Kur'ani vëzë. Kur'ani don emocion. Andaj vëzë, besimtari duhet që ta shkëmben në mes leximit të tij edhe ndjenjes së tij. E lexon edhe e ndjen. Kështu vëzë e kanë pa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Islamin. Kanë qenë Omar Khattabi shumica të raste kur po shkruan historinë e vet, ka qenë shumë emocional. Ka qenë. Për shembull, para mendo, gjithaj burri i madh, për shembull 12 vjet xhilafet, ku njerëzit nuk guxojnë atij për shembull fjalën me akthie nga autoriteti që e ka pas në Islam. Mirë po për shembull Abdullah ibn Omeri thot, baba jam, çish ka qenë baba jam kush ka qenë? Njëri i cili ka qenë shumë, apo jo për të më dalë në televizor, për me boskena. Jo, ka qenë shtëpi vet, ai e ka nxjerr pi shtëpie këtë informat. Por këtë arsye vëzër, besimtari duhet me pas ndjenja me këtë Kur'an. Për këtë arsye ja bëjmë disa vetes, disa pyetje sikur që ka bëu autori në këtë varg kriterësh. Lotët nëse dalin, a kanë dalë për hir të Allahut subhanahu wa taala, apo kanë dalë me boskena? Ka njerëz për shembull, sidomos ndodh në Ramazan apo skena të ndryshme, për shembull, njeriu çan. Mirë po jo që ka kajt për Allah. Argument është me pas kontë shtëpia si shkajt. Po për shembull skena, njerëzit apo sikur kohën e sotit Facebooki, YouTubea, Instagrami për shembull ban skena artistike, edhe del sikur emocionale kështu më radh. Kjo s'ka të bëjë me atë çka e kërkon Allahu subhanahu wa taala. Tjetër vëzër, a ka dal e çara apo ndjenja apo emocioni duke buru nga dhimbja e zemrës, apo se ti don mushtir kishe je duke e ndje? Ka dallim. Kur ti buron pi zemrës, del lotë për shembull pa të vet, del dhimbta pa të vet. Për shembull, kur ka vdek nipi pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe Abdulrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ka thënë ja Rasulullah, ti po kana? Ti çana? Ka thënë innal ayna la tadma. Siri vet çon, si rasti. Wa innal qalba la yahzan. Zemra vet mërzitet. Këtu s'ka aktrim. Ha? Ka thënë vetëm na e kontrollojmë gjuhën. Por janë disa gjëra që s'bëhen me shtirje. Për shembull vëzër, e lexon fjalën Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Idha tutla alehim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Ha. Kur i lexojnë ajetet e Allahu subhanahu wa taala, besimtarët binë në sejdë edhe çajnë. A është kjo e qartë hakikat për zemrës, apo e ka nxjerr zani i mirë i hafëzit, apo e ka nxjerr çfarë? Skena e njerëzve. E të tash që duhet me kajt. Apo që duhet me kajt. Ka dallim? Ka njëri musliman ban skena, në realitet nuk i ka frikën Allahu te bareke ve teala. Andalëzër, e çara nuk është aktrim i cili luhet dhe përsosët, por është risk. Allahu ta jep. Tjetra, për ulja gjatë leximit të Allahu subhanahu wa taala nuk është kalitje. Nuk mund është me një kurs me thonë, qëtash e mësova që është më për ullë. Jo, s'ka të bëj me trupin kjo. Kjo është punë zemre. Andaj, kjo i jepët njeriu në sinqeritetin e ti, në besnikrin e tina. Tjetër vëzër, sa shpesh njeriu qanë, hiq zemra se ka prek. Dhe kjo është një tim vetë veti, ku njerëzit e përzin mes emocionit skenës, ka mundë si njeri e këshirë një film. Hiq ndjenja s'ka për ta asë. A këto aktorë janë komplet njerëzit huj për tyje. Mirë po, mënira e reagimeve edhe zonave, të ka shkaktu ti për shembull violina, ku diçka piano, ta kanë nxjerrë një lot. E njërë me thonë, mashallah, shumë emocional ki vllavi. Nuk ka të bëjë kjo, asa ai vllavi as kjo motra. Sa nanat e tona fatkeqësisht apo thonë se nanat e muslimanëve tonat zoti u zof këtë, kanë kajt me filma turxhelive. Po jo që janë kajt për Allah. Apo, e kur ta këshirë realisht ajo konë marrën për të me kajt, por fatkeqësisht ajo ndodh. Andaj, nuk është e qara art. Pse themi art, vëzër? Artisti ka litët, e ka një skenë 2 minuta ku ka me lujt me të kajtme. Edhe ati para se me e ingjizoj dhojnë, ajde, dhe vonë regulloj, kujtojnë e sen që të kapmin në kamerë, të kajt. Edhe, në fund, i marë parët edhe hecë ka shpia.
Kjo vëzër, s'ka të bëjë me atë çka jemi të folë la. Shkëmbimi ndjenja më ti për një me pas ndjenja për librin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, ky kriter ka për qëllim që ti shpërthen lotët dhe ti shpërthen dhe ti prek zemrat, sikur që ka thënë Allahu te bareke ve taala në Kur'an, se ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Kur përmendet emri i Allahut dhe me përmendjen e emrit të Allahut qetësohen zemrat. Qetësohen zemrat. Dhe gjithashtu e ka përmendur se kur lexon ajetin e Allahut subhanahu wa taala, rrëçethet trupi nga ndikimi që e ka libri i Allahut te bareke ve taala. Andaj ndryshimi nuk matet me sken, po matet me zemër, pastaj kjo matet me akhlak edhe përmirësim në realitet. Andaj edhe një herë vëzër e themi se kriteri i shtatë çfarë është që njeriu të shkëmbejë ndjenja. Këto ndjenja mund të jenë lot, mund të jenë mënyrë të qarët pa lot. Për shembull Ibn Hazmi rahimahullahu taala thot mos më dalin lotët. Mos më dalin lotët, po s'jam njeri keq. Se i ka pas frikën Allahu subhanahu wa taala, ka ndjek sunetin e pejgamberit alayhis salam. Ka njëri për shembull më 2 minuta të folme ka njëri për shembull shumë më i fortë. Edhe shumë do të më ndodhën i sken, do një ngjarje shumë e madhe për me kajt. E ka njëri për shembull tham, kam për film. Tash nuk ka kriterit kajtmes. Po kriterit kajtmes janë njerëzit normal. Po këtë arsye ka thënë Sufjan al-Thauri rahimahullah se e kajtmi është 10 lloje, ja? E kajtmi është 10 lloje. Cila prej tyre është për Allah, ka thënë vesh një. Nuk janë për Allah. Njëri mund me kajt në gjendje të ndryshme. Këto janë 7 kriteret, të cilat tham e i pam përshtatshme që ti përmendim para se të vazhdojmë me ajetet e Zotit te bareke ve teala, që mos të bëhet vetëm lexim numerik vepra jon, mos bëhen ligjëratat vetëm kemi mritë ajetin 139, 140, s'ka problem, ti mundesh me bë këtë khat me Kur'anin. Mirë, po përmirësimi vëzër duhet me qenë në vepër. Duhet zemra më rregullue, shpirti më rregullue, akhlaki dhe morali më rregullue, karakteri më rregullue, dhe këto vëzër janë njësia matëse me të cilën na e lexojmë librin e Allahut subhanahu wa taala. Lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala na mundson me u ndiku pikë këtij Kur'ani, me u uzu me këtë Kur'an, me u ndriçu me këtë Kur'an, me e përcjell në mënyrën më të mirë këtë Kur'an. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhel xhelalu na mundson që nga ky Kur'an të marrim udhëzimet e tona drejt rrugës Allahu subhanahu wa taala. Të bëhet ky Kur'an sebeb që ne të hijmë në xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala të fal gjunaat tona, të fal gabimet tona. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhel xhelalu të ndihmon të adoptit të muslimanëve, fuqarat, skamnorët, bonjakët, jetimat, të gjithë ata që kanë nevojë për rahmetin dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun xhel xhelal që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që ta mrim muajin e Ramazanit duke qenë me shëndet dhe me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.